Ta tregojmë të gjithë entuziazmin ton. Kryeministri Edi Rama ka dhënë mesazhin politik të Partisë Socialiste në nisje të fushatës elektorale, duke cilësuar 11 majin si një pikë ndarëse mes së ardhmes europiane dhe një të shkuare që ai e përshkroi si kënet. Në një fjali me tone të forta politike, Rama tha se vetëm përmes integrimit europian mund të garantohet barazia përpara ligjit dhe patyeshmëria e reformës në drejtësi. S'ka pasur kur, asnjëherë, në asnjë rast, një individ të veshur me pushtet politik, që t'jetë hetuar, gjykuar apo dënuar nga prokuror e nga gjykatës të pavarur prej qeverisë. Por ama barazin para ligjit, populli shqiptar nuk mund ta lërë dorën e qeverive dhe të parëve të qeverisë këtu, po duhet ta marrë vetë në dorë. Duhet ta mbrojë me të gjithë forcën e vullnetit vet, duke filluar nga 11 maj. Ku zgjedhja nuk është mes ca partive, po mes Shqipërisë 2030 në BE dhe Shqipërisë drejt e ngrohtë, përsëri. Sipas kryeministrit, shqiptarët duhet të jenë ata që mbrojnë drejtësinë e re dhe jo ta lënë në dorën e çfarëdo orvajtje të kënetës. Ai theksoi se me Partinë Socialiste në qeveri, vendi mund të mbyllë negociatat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda 2 viteve të ardhshme. Me këtë mesazh, Partia Socialiste synon të kthejë zgjedhjet e 11 majit në një referendum politik për të ardhmen europiane të vendit, si dhe reformat që sipas saj janë të pakthyeshme, vetëm nëse ajo mbetet në pushtet.